e tutje, kompanitë du të gjenë furnizues tjerë alternativ. Kosova është pjesë e traktatit energjisë, ose traktati Athinës, në korrekt mujnë tjetër bëhen 20 vjetë që jena pjesë e saj. Edhe ajo është pjesa që është rruga drejt e US. Edhe pjesa është, edhe Shtetet Bashkuara ka treg rregullum, por ne unë nuk ka treg rregullum, është tregu i liberalizuar. Edhe na jena të shkuar në atë rrugë. Edhe në ligji për energji, që ta shket zhurma po bëhet për saj 2016 e ka caktuar. Edhe na kemi qenë pjesë e grupit punusur bë ligji, edhe edhe ekonomike ka qenë atë kohë, edhe kur vendos kë kvota 50 punëtorë edhe 10 milion qarkullim, na po folëm para 9 vjetë. Tash bizniset kanë qenë tjera, kushtet e kanë tjera, kanë ndryshu. Atëherë u kanë një farë presioni që ju du të pakon e tretë ligjet të energjisë me dërzu sa më shpejt. Edhe Kosova ka qenë vendi i parë. Edhe zëreja në atë kohë e ka bërë një uzus për liberalizim të tregut. Baza tina uzusit, mëni me gjenë faqet të zërejes, është bizniset të cilat janë të lidhur në 400 kW, liberalizuar me njëherë, që është Trepça, Veronikli dhe Sharcevi. Dhe aja ka ndodhur para një kohë? Aja ka ndodhur 2017, në janar, është uzusi. Tani ka qenë një periudhë 6 mujore, ku duhet me liberalizu bizniset cilat janë të lidhur në 220 kW, tani është pjesa tjetër mas një vjetë në bizniset 110 kW, edhe në fund 35 kW, edhe 4 kW që jena na. Edhe ka qenë një plan 2 vjeçar, ku liberalizohet tregu. Ku thoni na qytetarë. Po folëm se i jena në fund. Edhe pjesa është që jënë do kushte, edhe ligji për energji që është duhet mu plotësu do kushte. Edhe presioni biznisër në atë, edhe pse ne si ndep kemi qenë pro liberalizimit, bizniset zëreja merr një vendim edhe e anullon procesin e liberalizimit, edhe thët deri sot plotësuan kushtet për treg të lirë. Kjo punë ka ndodhur 2017. Jënë ndru 3 qeveri, edhe pako e 4 të ligjeve ka pas mu votu në 2024. Na kena marrë vrejtje për komunitetet energjisë si Kosovë, pse nuk e kena votu. Edhe ligji për energji u dorë tash me precizue liberalizimin. Edhe ne si ndër që merë me fushën e politikave të energjisë, e kemi pas bashkët vrejtje me thonë qysh ka me kanë liberalizimi. Qysh ka me funksionu? Qysh ka me funksionu, se i shkon ligj, pjesë e ligjit. Ta sha merë zëreja, mas pari nuk e tregon ku. është veç 5 muaj, se mas janë kryzgjedhët ka tregu që liberalizimi i tregut. A janë plotësu kushtet. Nëse hen liberalizimi i tregut ka ndodhur në Shqipëni. Po në Shqipëni ekziston një portal, kur secili operatore e ka çmimin që ofron. Ti mundesh me zgjedh. Domethënë plotësohen do kushte që ti me hin treg. Tu s'ka pas as informata apo vetë. Tu s'ka pas informata e parë ka dalë në fillim të marsit, pej Keskos, jo prej Zërejes. Zëreja është proces që do të me kry këto, jo një operator. Operatori tash tek ministrisë i ranë mend mas qershorit, mas se veç filloj liberalizimi e prunin e thape bojna një workshop edhe prunin e ekspert. Atë ekspertën në duft para se me anis. Do më thonë jena vanu në hapa. Veç 300 kompani sa mora vesh kanë gjetur opcion për 1000-ve. Po opcioni momentalisht një opcion ka qenë Kesko. Do më thonë është tash të biznise, gjarët ditë, në bazë ligjit për në energji janë kë furnizuesi i fundit, i cilë këtë rast o Keku. Keku obligohet gjarët ditë me furnizu me energji, me shmimet në bursë, sa që shikosat që ato që prodhon dhe të mena i jep i shërbyse. A nuk ishte 6 muaj? Jo, veç 6 ditë është. Ma 6 ditë, do më thonë këtë biznise, nëse nuk shrun një kontrat me operator, jesin barrym. Momentalisht sot jena 24-tin, ju kanë metë edhe 40 ditë, ma pak se 40 ditë, nëse nuk shtrujnë kontrat rej. Tash është mirë se kanë fillu përveç Keskos, biseda me disa biznise, mora vesh që janë ofru edhe kompani tjera, ka pas kompani që kanë ofru edhe çmime shumë atë mira, do me thonë, kishë qenë kjo proces. Ma mirë e organizum, me një fushat, me një takim business to business, me një në qershor, po me qenë 10 orë ose 9 orë. Unë e besoj që kjo as nuk ishë bo zhurum, as nuk ishë bo problem, edhe jam mëse sigur se vitin tjetër, i bizniset kanë me pas ofertë më të mirë se kanë si vjetë. Po i kanë zonë dyqysh pa përgatitur. Do me thonë, zakonisht nëse ndodh biznise bën planin operative bën për 1 janarit.
Edhe viti fiskal, Kosovë pshelet me 30 edhator. E ti fillan në planin operative, çmimi i rrymës, thët pene qershore ka më të rrit, tash ti nuk e den so ka me ndiku kjo në pjesë. Kur dihet që me liberalizimin e tregut janë edhe i kompanitë e rajonale të sjellësit. Tash ka më nashtrajtu edhe ujë. Edhe ujë, Automatikisht çmimi i rrymës sipas disa dhënave që kena marrë prej kompanive rajonale i rrit koston diku për 20-30%. Tash kjo efekti zinxhiruar ka mujt më evitue me një informim ma drejt, me angazhu një kompani, se kompani për kur gjëhesh, po di me angazhu, me aboni fushat, me ditë cëtë janë të operatorti, ku muj me ofrue, janë metodat cëdat të ofruar, ose shmimi me ditë edhe qka. Plus edhe është një sen që është shumë i keq, kjo pjesë është që i dhonat nuk janë publike. Dhe më thonë, përveç kesko, cilë i ka pas dhonat e se cilët biznes, a i ka pas një superioritet në ofrim të çmimit. Monopol, po thosë në informata. Jo, i ka pas superioritetin se ka ditë çfarë oferte ta bën, se ka ditë konsumin tonë. Nëse unë jam i regjistruar si shes rrym, unë kur shkoj ofrona në biznesit, unë nuk e di çfarë konsumit të energjisë. Apo se tash nëse sheh bursën e energjisë, piku e energjisë nga ora 19 deri në 22. Nëse në biznes punon vetëm në ndrem, ti ja ofron oferte më të lirë, nuk i nevojë. Nëse në ndrem punon në biznes punon me 2 ndrime, ai konsumi më të madh të energjisë se bën kur piku është energjisë më shtrejt. Do të thonë, këto dhona, kur bëhet liberalizimi i tregut, edhe unë po peqelin një kompani me cilën unë i kam po du me të ofru ty ofertë, unë do të mi pas dhona të cilë konsumi. Si pas zërës, ta na nuk mujna sa agjensia këtu dhona privatësi sa agjensia. Privatësi, në privatësi. Po, nëse ti denohesh 20.000 euro, ti nuk mundesh me tregun për 20.000 euro dhe nema, 30.000 qatë që është më duket ma në me i refuzu. Edhe tash, në këtë kaos, këtë keq organizim, keq menaxhim të liberalizimit tregut, ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Bizniset, fillimisht ofertat i kanë marrë shumë të mëdha, që kanë qenë jashtë atë çmimit të importit. Do janë detyrume me nënshkru. Pak presion. Disa janë detyrume me nënshkru, po kjo ka me sjell është problemi se bizniset janë pro liberalizimit. Po liberalizimi duhet pak më ju tregu më herët, edhe tash bizniset, unë pe marr shembullin e Shqipërisë. Bizniset në vitin 2023, në krahasim me vitin 2022, 6% kanë konsumuar më pak energji elektrike. Kur dihet që në vitin 2023 veç Bregdetin shqiptar na shohim hotele të reja. Do të thonë vend që me rrit konsumu zvoglu, se kanë gjetë forma të kursimit, i pajisjeve e eficiencë, tash nuk këti kanë pajisjet eficiente, e dyta kanë instalu panele solare. Do të thonë, biznisi e gjon formën e vetë, po dyqysh i kanë zonë pa pregadit, pa edhe pse, disa biznise që kena bisedu, tha, na e na konë pregaditu, po e na konë bo zuzusit kalum. Na kena, kemi jena 110 kV, na kena pri që i kena një vjetë i kuo për më pregadit, jo me një herë. Edhe tash, ato që po folën bizniset, nëse çmimi i kostot të rritet, fund konsumatori, po në besoj që liberalizimi i tregut ka me sjell edhe energji ma kualitative, kur thonë se kur të nënshkrush kontratën me biznes, ti pagune penalti kur të nalet. Po pra. Edhe ka me pas energji ma kualitative, edhe mas 2-3 vjetë kemi qenë dëshmitar që ka me pagu çmimin ma të lirë se pagujmë na si konsumator të rregulluar. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit sa për juve. Ndërruar shikues,